Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni në Shqipëri, jashtë dheut. Të dashur shqiptar, dy partit që kanë 32 vjet të Rami Salis, si PD-ja dhe PS-ja, në minutën e fundit si ai gjarpëri kur vritet, fillon dhe lëviz. Kjo që po ndodh në tokën shqiptare, në shqiptarët janë me mira vjet, këto hidhrime që po bëhen në Librash, në Otolisht, pasi kalon Librashin, e shikoni edhe vetë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Duan të rrëzojnë shtëpit. Shqiptarët e mi të Otolishit o të Librashit, o kudo që ndodheni në tokën shqiptare, më lajmëroni sa më parë dhe mua më kini brenda orës atje ku ndodheni ju. Drejtori policisë, kam thënë 3-4 herë për ty dhe ministri i brendshëm. Drejtori policisë të gjithë Shqipërisë. U thash 2 ditë më parë, edhe javën e kaluar, mos merr urdhër. Nga njerëzit janë duke dhënë shpirt nga dy partitë, sidomos nga Edi Rama, nga zëvendës kryeministria, për të humbur vëmendjen vjedhjet që kanë bërë, që po i bën këtij kombi shqiptar, vend. Unë i them policisë të thjeshtë, ju keni 32 vjet që jeni sllev. Shefat tuaj i matin parat me metro kup, kurse ju nuk keni të vishni një kanatiere nga djersa që punoni si sllev për këtë regjim anti-shqiptar. Të dashur policë, vëllezërit e mi, djemtë e mi, vajzat, djemtë e Shqiponjës, mos prekni shqiptarët me dorë, mos mirni urdhër, keni të drejtë të rrini larg çdo gjë që ndodhet. Kjo s'është gjë çfarë që ka ndodhur sot e do ndodhi nesër. Ta po përgatiten, unë e thashe më parë, drejtori policisë 3 javë më parë, duke ecur me ramën gati 20 metro lart e poshtë dhe i tha, po, unë i kam të mbushur armët. Për kë i ke mbushur, drejtor? O drejtor, i e shumë i ri. Shpresat e kombit janë ke ju të rinjt. Mos merr urdhër nga Edi Rama. Ai shon se çfarë po bën Edi Rama në tokën e shqiponjave, hallet, flet, bërtet, daç më zgjidhni, daç nuk më zgjidhni, do të jem. Edi, do përfundosh shumë keq në burg. Ti je dënuar dhe në Amerikë. Ti di fare mirë. Dashur njëherë policia kudo që jeni, mos merrni urdhër që erdhi fundi i këtyre. Ju nesër do gëzoni. Dashur shqiptarët e mi, mos godisni policët. Se ata, për së të tutje, jam i bindur se nuk do vënë dorë mbi ju. Policia në botë si në Amerikë është mbrojtja e kombit, që mbron kombin. Nuk është për të goditur. Ashtu si që më shkruajnë mua, me mira e me mira. Ashtu si që bëjnë klikime, ka vajtur 90.000, 100.000 për një ditë që bëj. Unë po bëj çdo ditë do të 6, në orën 6. Si që shini policat, a i lexoni çfarë thot policia. Është mbrojtja e kombit. A i shgoni policin që është këthyer. A i është i pangopur me bukë. A i shoni atë zonjë që është veshur me kapel. A i shgoni si bistojnë njëri me tjetrin, po kanë urdhër. Kanë urdhër nga drejtori policisë. Drejtor, do bash përgjegjësi penale. Ta kam thënë edhe më përpara, ne shikojmë lëvizjet më të vogla që bëni.
o ministri brendshëm, e djali i ri, e di kush je, po keni sherrë njëri me tjetrin, mos jep urdhë se nesër do të thotë Edi Rama si kam dhënë urdhë. Do të jaje e njëjta si ministri i Janarin që u vran 4 shqiptarë në bulevardin, u gjakos bulevardi. Ashtu tha, dhe luli, ai lulëzimi që del dhe pëllet me numura. Edhe ai ishte ministri i brendshëm, do japi shumë llogari. Pra, të dashur polica kudo që jeni, këto ditë do t'u forcojnë, mos mirni, mos bëni gjak se janë fëmijët tuaj, janë vëllezërit tuaj, janë baballarët tuaj, po të lishti shtëpiti ka bërë me gjak. Të dashur ju që bëni grevën, demonstratën, ju lutem shumë, lajmëroni me njëherë Partinë Shpresa Demokrate që do bëjë qeverinë teknike këto ditë. Sidomos të premten do t'i shihni vetë ministrat. Lajmëroni urgjent, unë do vi. Edhe le ta provojnë shefat e policisë kur të vi unë aty me makinë. Pra, po kaloj në një tjetër që ishte mërzgjesi që e thash. Të dashur shqiptar. Sot, në orën 6:30, do shihni të rinj që kanë erdhur nga të 4 anët e Shqipërisë. Nga Evropa, kur them Evropa, nga Italia, Greqia, Gjermania, Franca, Englezët, kanë erdhur të rinjt që ishën si ata zojt e vegjël të larguar nga tokë e Shqipërisë. Ishën larguar sepse ata janë të aftë. Kudo që kanë vajtur kanë zënë punë të mirë. Janë kthyer në tokën shqiptare se e kanë dëgjuar Partinë Shpresa Demokrate që do bëjë qeverinë teknike dhe më pas me president. Ua tham edhe po e përsërit edhe një herë. Do bëhet qeveria teknike, do bëhen dhe 3 drejtori. Drejtoria e policisë, një drejtor, dhe do jem polica, ata që janë rinj, kurse shefat e tyre nuk do jenë vend ku të futen, se kanë bërë gabime. Do bëhet drejtoria që sot quhet Byroja Kombëtare, a do të jetë si FBI-ja, po do ketë një kënd përpara Shqip. Njëse e njëherë. Do bëhet drejtoria e inteligjencës, servise, për të mbrojtur kombin shqiptar, për të mbrojtur dhe jashtë dheut, të rinjt, që t'i mbrojnë kudo që janë. Kudo që janë shqiptarët, do të kthehen në tokën shqiptare. Ju do t'i shihni vetë të rinjt sot, do t'i shihni vetë, ata janë shpresa e kombit. Ata janë bijtë e shqiponjave. Nuk do të ketë në tokën shqiptare të dashur shqiptar droga. Kur nuk do t'i shihni si janë. Po do të ketë në tokën shqiptare që të mbillet çdo gjë. Intervistën që bëri Edi Rama të dielën, bëri me një gazetar shumë të shkëlqyeshëm. Dhe e pyeti, cila është arsyeja? Edi Rama i tha se vinë të gjitha nga jashtë, ushqimet, po e them shporta që e quani ju këtu, po nuk e quaj shportë, sepse në shportë është shportë, shporta e komunistave është shport me vrima, që bjen gjithë ushqimet, e kam fjalën për drith, e kam fjalën për fruta, për zazavate, vinë nga jashtë, ot Edi Rama. Ato që vinë nga jashtë janë më të lira, janë më të lira. Janë më të lira se dhe baktit, sërbe nuk janë. Ato që sjellën këtu. Sepse bujkun nuk e lini të mbjelli. Nuk i lini frutat që bëhen në Shqipëri. Nuk i lini zarzavatet që bëhen në Shqipëri. Drithi. Të dashur shqiptar u erdhi koha. Shumë pyetje bëjnë këtu që kanalet nuk janë të rregulla për vaditje. Të dashur shqiptar, është kohë tjetër. Çdo njeri që ka tokën, ai hap pus dhe me anën e korrentit shpërndaret ujit si në Amerikë. Çdo gjë do të kini.
Nuk do lejojmë të hyj as një drith i Edi Ramës o i pëses o i pëdes, që binë dallaveri me shqiptar. Dashur shqiptar, kudo që jini, unë sot jam i kënaqur se më kanë erdhur shumë njerëz nga Italia, nga Franca, nga Greqia, që e duan këtë kond. Unë përsëri u bi thirrje. Thirrja ime është që të vinë intelektualit. Thirrja ime është që të vinë nenat e baballarët që janë të mërzitur në Greqi, e në Evropë, e kudo, të kthehen në tokën e tyre. Ti sjellën fëmijët, ti martojnë, po dalën fjalën e patriotëve, e shkrimtarëve, të poetëve, pra shëllin. Kur e pyetën pra shëllin duke ecur për jashtë tokës së Shqipërisë, po thuaj po hynte në Turqi, dhe e pyetën dhe i thanë, vajza të bukura e në Turqi, se nuk martohesh? Përgjigje ti ishte, edhe mua më pret një vajzë në tokën time. Vajzë me bukur, se një racë tjetër. Jemi një raca me bukur në botë, të dashur shqiptar. Me zgjuar në botë. E jani kudo që jeni, eni që erdhi koha. Ta kanë mbaruar. Unë e kam thënë edhe më përpara përsëri e them sot. 97% të shqiptarëve do të qeshi buza. Kur takohet vlla me vlla e me motër, me nenën e me baban, 3% do të jenë të hidhëruar, se burgjet do të mbushen me ata. Në Shkodër është bërë burgu i ri. Është bërë me parat e Amerikës dhe me parat e Gjermanisë. Është bërë për ju kriminal. E kam fjalët kriminal është fjalë e madhe. Ju nuk jeni, po ju jeni tamam si letra, e më falni për shprehet që shkon në banjët. Ju do përfundoni shumë keq. Dashur shqiptar, ditën e premte, në orën 6:30, do të shihni ministrat e rinj që zgjedh shpresa e kombit. Do t'i shihni edhe ju do habiteni, të gjithë intelektual. Të gjithë din nga 5-6 gjuhë. Do shihni sot përsëri. Të dashur shqiptar, sot ishte gjyqi i Berishës. Vajti në spak, edhe është për të qeshur. Do vinte në gjyq, u dënua me $100. Po mirë, nuk e di, ai që dënoi me $100, gjyqi u hap. Kudo që ndodhe, si ua kam thënë përpara, do arrestohen, janë në makinë, dohen në rrugë, dohen në bulevard, dohen duke fjetur. Dashur shqiptar, këta do hiqen zvarr. Arrestimi i Ilirit ishte shumë i bukur. Do të shihni çfarë do bëhet me këta që u kanë hequr dhe u bë tortura. Gjyqtare, përsëri ti je gjyqtare. Pavarësisht se Berisha të tha ti je kriminale i dënuar në Greqi. Por pe gjyqin. Bi gjyqin në real. Je gjyqtare bjeri ati që kanë edhe jep dënimin e merituar. Jep dënimin. Dënimi për ato është 8 vjet deri në 15 vjet. Pa i së gjithë çfarë. Dashur shqiptar, dosjet janë mbyllur gati për gjyq. Dosja e piramidave që u mori parat, që i bët me djes në Greqi e në për Evropë, erdhi u muar. Ato ishin para serbe që u bëri. Të dashur shqiptar, 97-ta është për gjyq. Janë 5.000 njerëz janë vrarë. Sidomos në fillim fare, 4 veta që u vranë në Shkodër. Dihet kush i ka vrarë. Dosjet janë dhe do gjykohen. 21 janari, sidomos ajo bomba që u hodh, që u vranë fëmijë, që ishte një ministër i mbrojtjes pa shkollë, i quajtur Fatmir Mediu. Vete e kudo. Unë mund të flas pak të dashur bashkëdhetar shqiptar që flitet për 6 milion
dollar. Janë shumë. Ato 6 milion janë me letra. Por ai zotnia që erdhi këtu, me atë mjekër që thashun që duket me 2 fytyra, ai zotnia ka marrë shumë para. Dhe parat kanë kaluar nga Shqipëria në Kanada, nga Kanada në Amerikë. Dhe kur i bën intervistën e fundit, u tallë me shqiptarët. Ama ashu janë ata, vajta mora parat. Dhe prande vajti në Kanada e në Australi. Dashur shqiptar, po e them edhe një herë shkurt, qartë dhe troq. Nën grada nuk i bën as presidenti Amerikës, as senatorët, as kongresmenët, as te departamenti, atë bëjnë organizatat që mbrojnë kombin e Amerikës. Që shëgojnë botën lëvizjet më të vogla. Kur nuk i qetë. Janë mbi 200 deca në grada do dalin këto ditë. Jo miliona të paguajnë, u kanë marrë ju, por në grada nuk i qetë. Pra të dashur shqiptar, për disa minuta do të shihni intelektual të ri që kanë erdhur nga të gjithë bota që po vinë çdo ditë. E njëherë të dashur bashkëdhetar, nëse u vinë të prishën shtëpit, lajmëroni urgjent Partinë Shpresa Demokrate. Ne do të jemi pranë jush dhe jeni të bindur kur të vim ne, asim polic nuk do të preki. Dashur shqiptar, mos ju natosin me policinë. Ata nuk ka bukë të hanë. I natosin me qeverinë, me të dyja partitë. Të dyja ato janë qeveri. Nuk ka zgjedhje, dashur shqiptar, ka heqje zvarr, ka burgim, kudo që janë. E në Amerikë kemi 25 veta të sjellëm këtu janë bërë si gazetar. E në Evropë. Disa kanë erdhur nga Gjermania këtu. Pra, e njëherë të dashur bashkëdhetar, natën e mirë nga mua, miru pafshim nesër në orën 6 dhe mbas 20 minuta do të shëgoni të rinjt intelektual. Natën e mirë.